Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Hani vetëm 2 lugë gjelle në mëngjes dhe në mbrëmje, do shpëtoni nga kjo sëmundje mjaft e përhapur. Gjëndra tiroide është gjëndra më e madhe në qafë dhe ka formën e një fluture, me 2 krahët e saj në të majtë dhe në djathtë të trakes. Hormoni prodhuar nga gjëndra tiroide ka një efekt në të gjitha indet e trupit të cilat të rrisin aktivitetin qelizor në trup. Kjo do të thotë se funksioni kryesor i gjëndrës tiroide është gjithashtu që të rregullojë metabolizmin e njeriut. Këtu ne do të analizojmë të gjitha çrregullimet e tiroides dhe më pas do t'ju tregoj mënyrën më të mirë për t'i trajtuar ato. Së pari, ju duhet të dini se ekzistojnë 2 lloje të çrregullimeve të tiroides. Hipertiroidizmi. Ekspertët thonë se ky çrregullim ndodh kur gjëndra tiroide mbi punon dhe përpasoj prodhon shumë hormone. Simptomat. Pamundësia për të përqendruar, dëmtimi i kujtesës, ndryshimet në zakonet e të ngrënit, takikardia, probleme me menstruacionet, lodhja, djersitje, vështirësi për të fjetur, mendimi i shqetësuar, depresioni, ankthi dhe nervozizmi. Humbje peshe. Hipotiroidizmi sipas ekspertëve, ky lloj çrregullimi ndodh kur gjëndra tiroide është nën funksionim, që do të thotë se nuk prodhon mjaftueshëm hormon. Simptomat janë thonjtë e brisht, kapsllëk, shtim në peshë, rrjedhja e reduktuar e periudhës, ëndje në pjesën e përparme të qafës, lodhja, dëmtimi i kujtesës, lëkurë dhe flokë të thatë dhe depresioni. Mos u shqetësoni, në këtë video ju do të shikoni se si të bëni një ilaç shtëpiak i cili do t'ju ndihmojë të kuroni tiroiden tuaj dhe në fakt përbëhet nga 3 përbërës të thjeshtë: arra, mjalt dhe një kavanoz i vogël reçel. Vetëm këto dhe nuk do të dyshoni në rezultatet që do t'ju mahnitin. Gjithçka që ju duhet të bëni është thjesht të ndiqni këto udhëzime. Do t'ju duhet 40 arra jeshile të papikura, 1 kilogram mjalt organik, një kavanoz i madh ose shumë i vogël për reçel. Si ta përgatisni? Fillimisht pastroni arrat dhe më pas lajni dhe shpojni me gjilpër ose thikë të mprehtë. Më pas vendosini në kavanoz dhe mbulojni me mjalt. Kavanozi duhet të vendoset diku ku mund ta shokojë dielli. Pas 40 ditësh mbylleni dhe ruajeni në një shishe qelçi. Si ta përdorni? Siç e përmendëm, është shumë e thjeshtë. Ekspertët thonë se duhet të hani 2 lugë gjelle në mëngjes dhe në mbrëmje në baza ditore. Mos u mbisni kohë, provojeni këtë ilaç të mrekullueshëm në shtëpi dhe do të gjeni shëndetin tuaj. Gjithashtu, çrregullimet e tiroides janë një ndër problemet shëndetësore më të përhapura në ditët e sotme. Por, sipas ekspertëve, ekziston receta me piper të zi dhe qumësht, e cila do t'ju vinë në ndihmë. Çrregullimet e gjëndrës tiroide lidhen me mos balancimin e duhur të proceseve të metabolizmit në organizmin ton. Këto probleme ndikojnë ose në strukturën e tiroides ose në funksionimin e duhur të saj. Gjëndra e tiroides luan një rol kryesor në prodhimin e tiroksinës, një hormon shumë i rëndësishëm për tretjen, funksionimin e muskujve dhe gjithashtu të zemrës, si edhe për zhvillimin e qelizave të trurit dhe të kockave. Veprimtaria e tiroides rregullohet përmes një mekanizmi i cili gjithashtu përfshin edhe trurin. Kur hormoni i tiroides është në një nivel të ulët, hipotalamusi, i cili ndodhet në tru,
lëshon një sinjal që nxit çlirimin e tiroksinës në gjak. Sipas të dhënave, është vënë re një rritje e përqindjes së popullsisë së prekur nga ky çrregullim, duke qenë se funksionimi i tiroides varet nga shumë faktorë të tjerë të organizmit dhe trajtimi i saj është shumë delikat. Një nga metodat natyrale për trajtimin e saj është edhe kura me qumësht, piper të zi dhe me xhinxher. Atëherë, piperi i zi njihet për përmbajtjen e lartë të magnezit, hekurit dhe vitaminës K, të cilat gjithashtu do të ndihmojnë edhe në prekjen e organizmit nga bakteret e dëmshme. Sigurisht, sipas ekspertëve, kjo kur trajton edhe rastet e hipotiroides, funksioni i ulët i gjendrës së tiroides, një gjendje e cila karakterizohet gjithashtu edhe nga prodhimi i ulët i hormoneve nga kjo gjendër. Hipotiroidja ka simptoma si lodhjen kronike, depresionin, stresin dhe gjithashtu kollën e mjaftueshme. Kjo sëmundje zbulohet përmes analizave të gjakut dhe tiroides. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 100 gram piperi i zi kokër, 100 gram xhinxher i tharë dhe qumësht. Në një grirse ne duhet që të vendosim piperin dhe xhinxherin dhe i lëm ata që të bluhen me njëri tjetrin. Më pas, në momentin që është formuar një pluhur homogjen, kjo përbërje është gati. Mjafton që një lugë çaji nga ky pluhur ta përzieni në një gotë qumësht dhe përbërja natyrale është gati. Kura duhet të konsumohet 2 herë në ditë, një herë para se të flini dhe një herë në mëngjes me stomakun bosh. Në mënyrë që të shikoni rezultatet e duhura në balancimin e gjendrës tuaj tiroide, ju duhet të përdorni këtë kur për 30 ditë dhe ta përsërisni edhe për 30 ditë të tjera. Në qoftë se doni më shumë nga ky pluhur, mjafton vetëm që masat e piperit të zi dhe të xhinxherit të jenë të barabarta. Gjithashtu ne këtu do t'ju tregojmë se si të përmirësoni shëndetin e gjendrës tuaj tiroide. Merrni vitamina dhe lëndë ushqyese. Vitamina dhe lëndët ushqyese janë të dobishme për të luftuar disa nga shkaqet e zakonshme të problemeve të tiroides, duke filluar këtu dhe duke përmendur problemet e zakonshme të sistemit tuaj imunitar dhe inflamacionet. Ndërto, ju mund të përfshini selenin, zinkun, hekurin, vitaminën D, vitaminën B, vitaminën A dhe E. Reduktoni kafeinën. Kafeina shpejton metabolizmin tuaj. Kjo mund të shkaktoj lehtësim të përkohshëm të simptomave të tiroides, por gjithashtu mund të sjellë edhe shumë stres në gjendjen tuaj. Përveç kësaj, njerëzit me sëmundje të tiroides që marrin hormone kanë zbuluar se kafeina mund të bllokojë përthithjen e saj. Reduktoni glutenin. Edhe pse kërkimet vazhdojnë, disa studime kanë treguar se reduktimi i marrjes së glutenit mund të ndihmojë me simptomat e hipotiroidizmit. Gluteni gjendet natyrshëm në ushqime si gruri, elbi dhe thekra dhe mund të përdoret gjithashtu si një shtesë ushqimore. Mundohuni të largoni stresin dhe të bëni ushtrime fizike. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtatet rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.